Prandaj o xhamat, o musliman, përse nuk mendoni se do të dalim për Allahut, pa tjetër. Do të dalish për Allahut, do të takon Allahun ditën e Kiametit, do të dalish para madhërisë së Tij, ashtu si ke lindur nga nëna jote kur dulen këtë dynja. I gjëhur. Këtë e ki pa tjetër. Pa tjetër do të dalish para madhërisë së Tij. Prandaj tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mulaqullah yawm al-qiyamah. Ju do të takoni Allahun në ditën e Kiametit. Hufatan, uratan, ghurla. Që do të do të dilni për Allahu xhalla xhanu në ditën e Kiametit të zbatur, lakurit, të zhveshur. Aisha, ajo i transmeton hadithin, thot, ja Rasul Allah, do të dalin të zhveshur burra dhe gra, nuk do të shohim njëri tjetrin. Tha Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, çështja e asaj dite është shumë e trishtueshme, është e rrezikshme. Prandaj tha, as që e vren njëri tjetrin, si ka dalë për Allahut. A nuk po mendon për këtë ditë? Po kjo ditë pa tjetër do të vije. Mendo. Nuk ka mundësi kjo ditë të mos ndodhë. Kjo do të ndodhë. Prandaj, që dalë prej Ramazanit, qëndron. E në ditën e Kiametit dalish për Allahun faqeba. Ta kemi frikë Allahun, ditën e Kiametit. Ajo ditë, Allahu xhalla xhanu tha për këtë ditë, kema bada'na awwala khalqin nu'idu. Ashtu siç e filluam krijimin e parë. Ne kur dulëm në këtë dynja, nuk kemi lind me tesha. Kemi lind nga barqet e nënave tonë. Kemi lind të zhveshur. Allahu thot, do të fillojnë Kiametin dhe do të dilni para Allahut. Qysh kemi qenë në fillim, ashtu do të dalish para Allahut dhe të shanë. Kema bada awwala khalq, ashtu siç e krijuam, apo siç ju krijuam në fillim të krijimit tuaj. Wa'dan alejna. Ky është premtimi ynë. Allahu kur premton diçka, nuk ka gjasa mos mendoj. A e premtoi Allahu, po, mos u mashtro. Pastaj tha, inna kunna fa'ilin. Po sigurt do ta bëjmë këtë. Sigurt do ta bën Allahu. Sigurt do të dalish për Allahun subhanahu wa ta'ala.